për delegim ose liri sot, për të cilën kishte bërë favor. Dhe kjo ka patur një tension ndërmjet zotit Meta dhe zotit Klapi. Gjithashtu duhet të theksoj që zoti Klapi sot ka qenë i vetëm, nuk është paraqitur as zoti Kraja, zoti Dumani, dhe pasi ka relatuar, ka qenë shumë i pasakt në qoftë në datat, qoftë në momentet të ndryshme kohore, dhe kjo ka bërë që ne të irritoheshim dhe ta ndërprisim her pas here. Dhe kjo është një seancë, Klodi, do ta kuptojmë. Ne mi seancë të fazës paraprake që duhet të shikojmë të gjithë veprimet procedurale që ka bërë organi procedurës. Në momentin që ata mashtrojnë dhe gënjejnë përpara gjykatës si rasti lobimit, ku në fakt zoti Meta nuk ka firmosur asnjë lloj dokumenti dhe ata problemi qëndron. Ju keni rënë në dieni të faktit, shiko. A mund ta thoni konkretisht cili është fakti që ata relatuan gabim ose me lapsus? Ata relatojnë fakte të cilat i interpretojnë dhe prokurori në 30 faqe tha, unë do t'i relatoj këto, tha, por këto nuk janë prova. Dhe vazhdonte i relatonte. Problemi qëndron, ne po i kemi kërkuar, duam ku është akuza. Pra akuza konkrete për zotin Meta, zonjën Kryemadhi e kështu me radhë. Ata nuk kanë sjellë listën e provave. Pra akuzën konkrete, listë e provave ku e bazojnë akuzën. Dhe ky është një problem shumë i madh, ju e dini sepse jeni gazetar që vajtët vite këtu, dhe si mund të vi prokurori pa shoqëruar kërkesën me listën e provave. Ma thoni, ma tregoni. Në rastin konkret nuk ka sjell listë e provave. Ne da sjellim sot, por akoma nuk e ka sjell, dhe në rastin që ka sjell listë e provave, padyshim që ne irritohemi ndaj çdo lloj paqartësie që prokurori bën në relatimin e tij. Pse u shkëput seanca? Pse u ndërprer për momentin? Sepse seanca u ndërprer sepse ne kemi arritur te faqja 104, ju e dini janë 217 faqe plus edhe atyre prova të reja që prokurori ka sjell, janë rreth 250 faqe dhe nuk ka përfunduar sepse ju e dini që ne e kemi kërkuar që duhet t'i lexoj rresht më rresht, fjalë më fjalë dhe gërm më gërm. Dhe kjo ka qenë arsyeja që po sot ka vonesa. Dhe ne do vazhdojmë që ta kërkojmë këtë në të gjithë dhe në pjesën e mbetur të relatimit. Pra janë akoma rreth 120 apo 130 faqe për relatuar që nuk besoj që të përfundoj sot. Avokat, kur thoni pasaktësi, e keni fjalën për referenca kohore të pasakta apo për fakte që sipas jush janë të paqona? Plus referenca kohore, por edhe emra personazh të cilët nuk kanë njohje me zotin Meta, por padyshim edhe referenca të cilët nuk provohen, pra nuk ne ka vënë në dispozicion organi procedurës. Pra ai ka në mendje, i relaton ato dhe pastaj kur ne ngrihemi e kundërshtojmë, që në fakt dhe kundërshtimi ynë është kundërshtim shumë i irritues, dhe ai thot, po këtë ky ishte interpretimi imi. Pra jemi përpallë këtij momenti, prandaj si situata dhe seanca ka qenë shumë e tensionuar. Do të vijoj besoj sërish ditën e sotme? Do vazhdoj tani, do kthehemi përsëri në sallë. Dhe mendoni që do të ketë një vendim sa i përket kalimit ose jo çështjes për gjykim? Jo, sepse ju e dini, duhet të rifillojmë dhe ne relatimin ton, që padyshim që do zgjasi. Janë 5 avokat që duhet të relatojnë, pasi janë 5 persona të akuzuar, dhe pastaj do shikojmë gjykata, por kjo çështje nuk përfundon as sot as javën tjetër e kështu me radhë. Sepse ne do marrim kohën ton, ne do t'i relatojmë gërm më gërm, dhe do t'i shpjegojmë gjykatës gërm më gërm të gjitha veprimet procedurale dhe pse çështja duhet pushuar të paktën për 2 akuza dhe pse ajo duhet të kthyer për pjesën tjetër që duhet të vazhdojnë hetimet. Sepse aty ju e dini, Klodi, që përmendet Adrian Shatku, ju shikoj një moment vetëm. Përmendet Adrian Shatku në të gjithë relatimin. Sot në 104 faqe dhe Adrian Shatku çuditërisht nuk është pyetur dhe nuk është dërguar as letër porosi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si mund të vazhdojmë në këtë gjë? A mund na sqaroni se jo të gjithë janë avokatët e Ilir Metës në këtë proces? Pra ju kërkoni pushimin e 2 akuzave penale, mund na sqaroni cilat janë dhe kthimin e çështjes për hetim të mëtejshëm për cilat fakte dhe prova? Çesdia nuk ekziston, pra dhe vetë prokurorët nuk janë të bindur. Pra çesdia është një nga akuzat të cilët ka zoti Meta dhe 2 akuzat e tjera janë ato që ju e dini për sa i përket lobimit, pa pastrim për rrugës penale, që është lobimi, dhe pjesa tjetër është deklarimi mos deklarimi kështu me radhë. Pra janë akuzat të cilat mos deklarimi dhe apo deklarimi rrem është tek mbajtur bashkëshortja e tij, sepse ajo ka kryer të gjitha veprimet. Që në momentin e parë zonja Kryemadhi ka deklaruar që të gjitha veprimet që kanë bërë për familjen për sa i përket shpenzimeve dhe deklaratave që janë bërë, pra për formularit të deklarimit, i kanë bërë unë. Dhe në fakti që e ka marrë për sipër ajo, ne nuk mundet tani që të themi që nuk ekziston. Por për sa i përket akuzave të tjera, të pastrim të rrugëve veprës penale, por edhe të çesdias, mendohet se këto do pushohet. Faleminderit juve. Ishte avokati Kujtim Cakër, një prononcim se i takon dosjes Meta.